Po, valla, të shajnë. Kujdes. Kryeministrit I keni dërgu kërkesën, ka porosit më arë me ju vizitu, edhe me ju taku, edhe me po mundësit më të mira për me ndihmu me... Paune që përshini prapa meje nuk janë një tërmeti sa po ndodhur, asë ndonjë rëshitje dhe jo që ka ndodhur dje. Paune që përshini mrapa meje janë që 3 vjet e gjysë që shtonë. Kjo rëshitje dhe jo që ka ndodhur në lagjën Bajer të komunës së Mitrovicës së Jugut, ka ndodhur në janar të vitit 2023. Që prej atëherë janë ndru 2 kryetar komuna, një kryeministër me 2-3 mandate, 2 ministra me 2-3 mandate, që ka shku qështu, po ideja është që këtë mandatet kanë kalu e gjendja që të nuk kanë ndryshu. Pse ja marrë këtu është që para fushatës, gjatë fushatës, nuk e di kur, e kom pa një video të Fitore Pacolës, ministren në detyrë të ambientit, e cila më bani përshtypje se ka thonë, ka hajë me një porosi të kujt. Kryeministrit I keni dërgu kërkesën, ka porosit më arë me ju vizitu, edhe me ju taku, edhe me po mundësit më të mira për me ndihmu me gjetë një zgjidhje. Që nënkupton që e keni përkrajën e kryeministrit, detyrë ministres e kryetarit komunës. Me porosit kryeministrit paskare. Me dhe me këtë qatë vedje që jeni të e pa ju, kryeministri I ka qu kryetarin e Mitrovicës së Jugut, Fatën Pecën, edhe Fitore Pacolën, me folë me banorët se qysh mja gjetë zgjidhjen kësaj pune. Banorët më thojnë që nuk u gjetë zgjidhja hala e kësaj pune. Fushata o kry, zgjedhjet janë kry, këtu hala puna së kry. Hajde për të një të regu se qysh është gjendja për momentin që 3 vjet e gjysë. Që e rrezek pak e ki, po hajde. Për që ty në rëshitjes dhe jot, kanë mbet 10 shtëpi të shkatrume. Njëna për këtyne është kjo që përshenë. Që e gjendjem. Edhe qa është më e rëndësi është që me një herë të mrapa rrugës, to kena me poshtë, tash gjendet kampi policisë së Kosovës në Verzëmberi. Ma poshtë është një rrugë e cila ju lidh me pejen e Shtranzet. Domethënë, nuk është problemi vetëm tek kjo lagje, ose tek këto shtëpi, është problemi se kjo rreshitje dhe jo të rrezikon edhe shumë familje të tjera. Çore për shkakun nëse mundesh më këtu mrapa, veçmë si ka pa. Mrapa, ti shkoj shtëpia. Kjo shtëpia është thashë në rrezik. Qërë ku të shafja. O nuk e di nëse banon këtë dikush, për do këtë që banon këtë dikush. Po, që kjo është gjendje? Hajde manë. Hajde shtreje. Le të rrezikojmë. Që është gjendja që 3 vjet e gjysë që shtë kam jetë. A më shanë kja? Po, valla, të shanë. Kujdes. Po. Qërë gjendje në qësh është? Nëse të më tërgu ma detaje. Mërë në shpi, jo, hësh kur gjanë. Mërë është në shpi. Që kështë njëna për shpijave që është prish, që e këti trakto. Ajde shtërje. Që kjo është gjendja. Edhe jo të që ka rëshit. Edhe që e shpia ati është e prisht, edhe kjo shpia tjetër këtu është e prisht. Pas lagjës Bajer, jena të komuna e Mitrovicës së Jugut, edhe në arë me marrë një qëndrim të komunës se deri ku ka shku procesi, a është diçka të ndërmarrë, apo ka me prit hala. Thanë që ka qenë një vizite kryetarit të ri, Zotit Peci, gjithashtu me ministrin Pacolli, por që prej atjeshtë më nuk kanë ndonjë informacion. A më mundesh me na tregu ku është situata, çka është ndodh? Ne jemi ballafaqu më njëherë si kemi filluar qeverisën me kohën e vërshimeve, po kjo nuk ka qenë pengesë për me vazhdu na me përpilu raportin e vlerësimit të dëmeve, i cili është një raport goxha voluminöz dhe i detajuar, dhe i cili ka kaluar kuvend për me vazhdu pastaj pasi që është miratu, ka vazhdu në AME. Do me thonë, tash të çështja është tek AME-ja dhe bashkëpunim me nivelin qendror pas shqyrtimit të komplet raportit do të bëhet edhe vlerësimi i dëmeve dhe mbulimi për shkak se kosto është goxha e lartë, do me thonë mbi 3 milion euro, dhe kjo na pamundson neve si komunë me mbulu. Çështja ka mbet në nivelin
do me thonë Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave në bashkëpunim me nivelin qendror, përkatësisht edhe Ministrinë Përkatëse që është Ministria e udhëhequr nga Ministrja Fitore Pacolli.